deri në vitin 2003. Po se ju pyeta ku keni jetu? Unë kam jetu në Bardh, kam udhëtu me krejt që ato telashe, problemet udhëtimit, hyn policia, s'hyn, legjitimojnë, kemi shku në për krejt Kosovën me lloj e tjerë, por madje në ato kohë na e dim, edhe me vështirësitë mëdha, jo s'po ka benzin, jo unë alën veturat, jo ajo tjetra. Unë kam qenë ka pak edhe me edhe një farë karakteri sportiv, kërgja kështu, edhe ja kam ngroha edhe kam shumë herë me kilometra. Me hec. Edhe nuk e kam pas... Ditët... Por puna nga është me kry. Ditët e luftës, sidomos ditët e bombardimeve, ku të zonë? Në shtëpinë time, në Bardh Madh. Aty mbete? Aty. Deri në fund? Jo deri në fund, deri më 16 prill. Deri më 16 prill. Bukur shumë. Pastaj të deportuar. Jo let, sepse ishte një vend shumë strategjik. Fiks. Bardhi i Madh është mes mihjes sipërfaqësore të Thëngjillit e tjerë, është veç 3-4 kilometra është aeroporti, mandej aty ishte kazerma që u bombardu ndër të parat. Kishim 2 kilometra, atë, më thonë drejtën, jo bashkë e letë kretë, por është një fati madhë që nuk e di, në ka shpëtu Zoti me 16 dëbime, kanë djegë shtëpiat i kanë, edhe, por dëvram gjatë rrugës kemi pas sepse ka ra një familje në mina e tjerë, kanë qenë edhe 3-4 që janë vra ndërkohë ma heret e tjerë, por aso masive për fat në ka rujtë Zoti. Po, sigurisht. Dhe Zoti në ka rujtë. Në ditët e liris, më pas në Kosovën tënde, të cilës thjesht e kishe vendos, që 24 vjeç sidomos, po ka një ide, ka një ditë, ka një moment, ti kishe mendu, po dalja është sikur të godasesh me pushkën e parë, a themi me plumbin e parë, dhe ishte ai gisht, ajo protest, ajo. Po tani, në Kosovën tënde të lirë, si pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, një ditë u bërë edhe ministre. Ishte fati mirë kjo, Nuk e di. Shef, çdo sfidë, vështirësi, po. Çdo post privilegj, jo, po fati mirë, po. Ne, çdo post është një farë nderi, është një farë respekti. Sigurisht. Por nuk e di, nështë edhe ne ishim ende me problemet jashtëzakonshme të mëdha të pas luftës, të problemeve ende pa u legjitimu pavarësia e Kosovës, ende pa njohje ndërkombëtare e tjerë, me do përplasje gjatë madhe politike, brenda nesh e tjerë, edhe me thënë drejtën, edhe aty e kam pas një farë lufte, jo bashkë vogël. Një luftë, jo bashkë vogël. E dim, të kemi përqirë. Po, kjo politika për mu ka qenë edhe mbetet ma shumë një mision se sa funksion. Për juve? Nuk e kam konsideru si politikë kuptimin e ngushtë fjalës që duhet me marrë një post, duhet me kry detyrat për 8 deri në 4, edhe jo. Ajo për mu është edhe pasion. Unë jam veç kur punoj për do ideale, unë jam ajo. Ndryshe nuk di tjetaj. Ke qenë... Dhe që nga fillimi dhe deri sot, kështu, s'ka mujtë, nuk kam asnjë ndryshe. Kështu jam. Sigurisht. Ke qenë ministre në qeverinë e Bajram... Jo, Ramush Haradinaj. Ramush Haradinaj. Kryeministër, mandej ka qenë Bajram Kosumi, mandej Agim Qeku. Se undrun, ishte ajo koha me. Tashini qeveria kështu e marrë në vesh, rrugova me Ramushin, kështu, e stabilitetit në e shërbimeve publike. Goxha shumë vështërsi, a? Goxha shumë. Sikur vënie e bazave të para. Goxha shumë, punë jashtëzakonisht të mëdha, probleme shumë të mëdha, përplasje shumë të mëdha, edhe mos me hy shumë detale, po kjo logjika e shtetit ka përcjell vazhdimisht. Edhe unë me krejt ata njerëz aty që punoja, një pjesë e madhe që s'do ishin fort me pa heq aty, që ishte problem e tjerë, edhe një prej ditëve ju thash
Po jo unë, po thash do t'jem unë. Sepse unë jam e thirrur me promovu shtet, edhe me funksionu si shtet. Kush është i gatshëm me funksionu me logjikë të shtetit, unë veç partisë kam këshirë, të punonjësit, të njerëz të. Sepse në momentin kur ti merr postin e ministrit, si e moj një partije politike. Sigurisht, ti je gjithë. Je i të gjithëve. Absolutisht je i të gjithëve. Dhe duhet ti trajtosh që të gjithë pa asnjë lloj dallimi partijak, politik apo e tjera që jo të gjithë kanë ndodhur kështu. Por unë kam promovu këtë logjikë edhe sepse është e jamja, edhe kjo. Nuk muj me ndryshu, edhe sot edhe nesër e tjera. Por ishin problemet mëdha. Ajo që më pyete fillimisht survejimin, ka pas edhe mas 23 marsit, ka pas njerëz, isha natyrisht, në qatë moshë që isha... Flasim 23 mars 1989. E kisha problem na e mas pak kohë me do njerëz që isha taku, për shembull isha përshëndet, nisa me i po që pëndrojnë rrugën. Edhe fillimisht nuk kisha idenë që ka po ndodhë. Pse? Masa e kuptova që me gjas. Atje ku kanë nënshkru, mos me i po ata me ty. Gjas kanë pas probleme, po. Por a diku e tragjik janë ajmë, që survejimi s'mu ka ndalë kur, edhe mas luftas, edhe gjatë 10 vjeçarit, të luftës për liria, për shtetet tjerë, edhe mas luftas. Edhe sot njerë në nërojnë në rrugë. A nërojnë edhe sot, Po, ka njerë që nërojnë. Me cilën arsye? Ma djetë partisë në cilën unë jam identiteti i asaj partie. Kjo është veç çështje mentaliteti ynë, do të flasim për këtë. Mu më intereson personazhi shumë i realizuar. Jo, na jam personazhi juaj, personazhi ynë që e kemi sonte. Nuk është çështje mentaliteti. Ka probleme tjera, por hajde, kalojnë. Beso është çështje mentaliteti, zhvillimi shoqëror, mental, kam rri ku kam rri, nuk mundet me plas njeriu nëse tenton me u promovue për diçka që nuk di, nuk mundet, s'ja ka dhënë Zoti, nuk e ka kultivuar. Në atkom ka ardhë fështirë, po tash unë edhe qeshi. Po tash ke kriju përvoj, ma, jem suj. Jo, vetë qeshi, sepse më duke, jo, është pak e ullë, bërë, na jem... Kthehemi te ministri. Okej. Kjo pozicioni që mu më pëlqen. Arrite me lanë gjurë, me bë diçka që ka doje, duket njohur si njeri që në atë periudhë, se 4 vjetë, a i mbushe 4 vjetë ministrir? Jo, mandati ka qenë 3 vjeçar. 3 vjeçar. 3 vjetë i kemi. A 3 vjetë plot? Po. 2 mandatet e para, qeverive kanë qenë me kornizën kushtetuese të parapame 3 vite. Mas njohjes pavarësisë, pas shpallës dhe njohjes pavarësisë, atëherë ka fillu mandati 4 vjeçar me kushtetut. Ne, po, e kry 3 vite, edhe kam pas 3 objektivat të mëdha, që mendoj se kanë qenë kogja të rëndësishme, përveç punës së përgjithshme, shef ne sepse krejt ajo punë, krejt angazhimi, krejt ishte në funksion të përgatitjes për njohjet pavarësisë. Dhe ne kemi dhënë energjit pa fund. Në këtë drejtim. Mu ma dje mu ngarkun 2 shtylla, se edhe në atë kohë kështë do demela do që nuk punonin, unë e krysha njënën këgja mirë, e të poshës po ka kush me kry, e mora si ngarkes edhe një shtyllë tjetër, në përmbushjen e standardeve për njohjet pavarësisë që e kishim kusht, edhe ishin raskapitse pa fund. Ishin raskapitse pa fund. Puna, angazhimi, rreth tyne. Mandej unë hapa një çështjen e përgatitjes për regjistrim popullsisë, që nuk ishte bërë 20 sa vite më herët. Prej vitit 81, Kosova s'kishte regjistrim popullsisë. I hyna atij projekti me rrezikun shumë të madh, sepse nga Eurostati, që është mekanizëm i Bashkimit Evropian për monitorimin e regjistrimit, është organizata më kredibile. Natyrisht unë e kisha fillu edhe në bashkëpunim me ta, dhe ma tërhoqen pak... Kishte rezistencë? Jo, ma tërhoqen, jo, po më thanë, kota e ke, për 2 vjetë s'munesh me bo, tash, ka me bo. Ka me bo. Por mas 2 vite, thash unë e du deklaratën e ju që e kam bo.
Dhe pa u bë 2 vite, me kretë standardet evropiane, kemi mri, unë i falenderoj shumë, kretë ata punojnë, se natyrisht se kam bon Sigurisht. unë e kam drejtu, e kam të lidh që thojnë duhet me udhesh me procesin e projektin e gjitha, por janë qindra njerëz që kanë punu në atë projekt, shumë të madh, i kemi kry përgatitjet pa u bë 2 vite. Dhe përfaqësues e Eurostatit kanë ardhur në Prishtinë dhe e kanë deklaruar përgatitjet teknike për regjistrim popullsisë Kosova i ka kry. I ka. Po. Dhe një projekt tjetër ka qenë procesi i reformimit të administratës publike, që kretë që të shërbime që tash që po kryhen online e tjerë, që është në vitin 2007 i kam fillu me atë projekt, që po ashtu kanë punu grupet të ekspertve, grupe edhe nga shoqëria civile, edhe nga institucionet e tjerë, dhe do më thonë shumë shërbime, cilat tashmo janë tepër të lehta me i marrë, e kanë bazamentin prej asaj periudhe. Asaj periudhe. Natyrisht, nuk them që kanë punu edhe të tjerë, por aty është vu baza e këtyne punëve, shërbimeve. Dhe mbi të gjitha, po ashtu kishim edhe çështjen e rujtjes së imazhit Kosovës. Nuk ishte punë e vogël, punë e lehtë. Me krejt ato përplasje politike që kemi pas. Brenda për brenda. Brenda për brenda. Neve, si shqiptarë. Me rezistencat me bashkësi ndërkombëtare. Me qarqe të shumta, jo pak, të bashkësisë ndërkombëtare, që nuk ishin që të gjitha dashamirëse. Ja, në asnjë mënyrë. Me shumë probleme, ishte një përgjegjësi kogja madhe. Por menoj që kemi mri si tansi me kriju ambientin e nevojshëm dhe domosdoshëm që pastaj të bëhet pavarësia. Dhe krejt ta që shesin sot pralla, se so bukur gjë, se 20 vjet veç o vjedh, është e turpshme, është mëkat. Do të me i pa, me i shiku. Sepse njerëz kanë dhënë krejt energjin, krejt dijen, krejt vullnetin, krejt punën, me mri lirin njëherë, me mri pavarësin, me ndërtu pasaj këtë shtet, me ndërtu institucionet, me ndërtu step by step sistemin. Që të gjitha, juve ju kujtohet kur e pat fillu Shtajneri, tha, jo prej zeros ta do të me fillu. Po si marë prej zeros, ne kishim me gjatë pak një tro, i kishim kriju dhe institucione në atë periudhë, që unë i kam shujt institucione jo paralele, institucionet pavarur. Absolutisht. I kishim vu bazat e pavarësisë. Janë çuditëra për botën, edhe sot. Na i kishim kriju bazat e një shtetit të pavarur që funksiononte brenda një ambienti brenda një të okupuar. Si